veteran dhe invalidi UÇK-s. Ganiel Ejzaj i plagosur në betejën e Logjës, rrëfen betejat, sakrificat dhe flet për ata që sipas tij e tradhtuan UÇK-n. Me dhimbje, krenari dhe përgjegjësi ndaj së vërtetës, ai ndan kujtimet e një lufte që la plagë të pashlyeshme dhe mesazhin që dëshiron t'u përcjell brezave të rinj. Unë po ndihem shumë e nderuar që sot kam përballë veteranin dhe invalidin e UÇK-s Ganiel Ejzaj. Gani, faleminderit shumë që je sot këto. Apo më tregon fillimisht ato hapat e parë që i ke marrë ti në rezistencë, domethënë, çysh ja ke nis, çysh je kyç në UÇK? Po unë po ja filloj qysh nga viti 89 kur na u mor neve autonomia nga Serbia në atë kohë. Po. Ne ishim si çdo i ri i Kosovës në atë kohë, jemi pesbetu shumë në marrën e autonomisë dhe normal që jemi angazhu dhe kemi protestu kundër asaj që na u ka bërë shumë e padrejtë, edhe kemi qenë shok, familje të organizuar, që kemi kundërshtuar me demonstrata në atë kohë. Po. Me demonstrata, me protesta në format paqësore që shumurën në atë kohë. Që ke krejt populli lidhën atë kohë mirë, por në vitin 92, në 93, une më të thonë të drejten në bazë diskriminimit që ju bonën këtine neve që na u bonën që ishim një ndër grupet tona ishin që i këshim dalë, tenka për para me gurë, edhe neve të gjush në largun për i radhëve, edhe e murin dhe njërës tjerë në mrenë aty, në atë kohë, në LDK, edhe dhe qysh njerëz revolucionarë mbeten jashtë rrjedhave. Por ne nuk i besojshim aty nuk i besojshim atij krahut paqësor të udhëhequr që ishte atë kohë ka Ibrahim Rugova, që do të na sjellë lirinë e pavarësinë. Edhe ne kemi filluar në organizatat ilegale në atë kohë, kemi punu me ngrumullimin e armatimit, që kemi mujt në ato format tona ilegale, krejt ilegale kanë qenë. Edhe kemi punu me shok, me njerëz besueshëm të asaj kohe, edhe kem grumbullu armë, kem shpërndar në për shok, u dashke me i bin njerëzit që duhet mu përgatit për luft. Nuk e kem pas qëllim ja nis luftës 91, 92, 93. Po, për në të ardhmen me qenat përgatitën, se ne kem ditë se Serbia ka më nga godit një kohë. Po. Edhe kemi qenë njerëz shumë të pjekun tani, edhe jemi organizu bashk, edhe kemi bon të pa mundshmën të mundur. Edhe tani vitin 93 aty mu më dash më dalë jashtë për shkak të aktivitetit. Për shkak të aktivitetit të armatosur, që mendojnë diçka tjetër, njerëzit kisha ata Serbia veç i ka pas shpionët e vet. UDB-ja ka punu gjithmonë kundër këtij krahut që kanë mendu për me qliru Kosovën në format luftës. Edhe për shkak mos për rreziku shokët, edhe familjen mu ka desh më shkue në përëndim komik në Gjermani. Edhe kom nejt disa vite atje, kom marrë vitin 95 prap i kom bërë aktivitete këtu. Edhe ato kanë qenë ilegale, kom marrë njerë, kom nejt një 3 muaj për Kosovë. Jem taku me shok të caktuar që mu kanë desht të ilegales, kem vepruar në atë ku, vitin 95, 96 pak, edhe me konfliktin, me luftën që udhëz të Jasharet, nga familja Jashari, ne mërgjimtarve dhe çdo shqiptar, ai që ka një vetën shqiptar, ati që i ka rrezemra shqip, është dasht pa tjetër mu frymëzu në betejën e tyne të pashoqe, rezistencën e tyne të Jasharve, edhe i kemi lënë të gjithë, unë kom qenë Gjermani, kom qenë Stuttgart, i punësum, i kom pas punë në rregull krejt. Kur gjë nuk ka mungue, vetëm liria në Kosovë ka mungu. Edhe imi organizu ne si shok atje. Imi organizu atje dhe kemi ardhë në Shqipëri. Po. Para se marrë në Shqipëri, kom bisedu me Skënderqekun, general Skënderqekun, ka qenë për ushtarak. Kemi qenë shok edhe për para, kemi marrë pjesë në demonstrata në 90-ën, bashk. Bile Skënder në 90-ën ka qenë i plagu në kam demonstrata.
Edhe kemi bisedu me të dhe ka thonë që sa tash është koha, dojmë organizu dhe dojmë hinë Kosovë. Po. Edhe ne me marrëveshje shokëve atje dhe vllaznive miq, familjes teme, jemi organizu edhe jemi arë në Shqipëri. Aty dikun 2 javë, 3 javë kemi ushtru. Se i kishim disa të ri. Djemë të ri që nuk kishin përvoja për armë, se unë nuk pas një unim jaftë për armë. Kom ushtru dhe për para, ma heret, po. Edhe dashta shkakuj aty ne jemi vënu, se mu nuk më prit ke barë Kosovë. Kisha qef sa ma herët më mrëj. Edhe kemi ardha dit, kemi organizu në Shqipëri, pas andenaj kemi ushtru në Shqipëri atje, me disa generalë të Shqipërisë atje. Me gjithë ne kemi pas këndërqekun, ka qenë për ushtarak, kemi pas nevoj për kërkon pësa për një uri ushtarake. Edhe pas anej jemi organizu dhe kemi ardhë, kemi hy në Kosovë. Kem qenë një grupë, kem qenë dikun prej 50 vetave, kem qenë me Binak Dinaj ka qenë një ndër ushtarët të parë, të celuljave të para të ushtrisë shërimtarët Kosovë në Dugaxhin këto, edhe në Kosovë. Me Binakin e me Skënderqekun, tash po duhet me çek Skënderqeku është dëshmor dhe duhet patjetër duhet t'i japim gjithmonë, do t'i japim atë që e ka bën. Nuk po dojmë as mjashtu as mja mungue. Po, edhe patjetër. Kemi ardhë në Dugaxhin, edhe ditën e parë që kemi ardhë, kemi hasë në kadisht në betejë më hije. 1 orë atë natës kemi mrri në Glogjan, kemi mrri përmes Jonikut atje në Glogjan, edhe me njëherë, në 6 ora mëngjes, ja ka fillu beteja. Ja ka fillu beteja në Logj edhe në Raushiq, edhe me njëherë neve ditën e parë në kadisht, më ardhë edhe mu kyç në luftë. Po fatbarësisht kemi qenë tonë pjekun, kemi qenë një njësit shumë i përgatitun. Ne kem pas emnin, kem emnue që është në Shqipëri atje, njësiti Luanet e Dugaxhinit, njësiti Luanet e Dugaxhinit, me komandant Skënderqekun. Edhe kemi ardhë, kemi fut në ditë në betej, me 6 korrik. Ç'është kujton atë ditë? Dhe më thonë atë ditë kujtoj, paj më ta thonë të drejtën për mu, gjithë kur të më folë për veti. Që unë e kom di vetën, a ditë ka qenë dasëm për mua. Sepse ja filloj lufta, po thuj se ishte lufta tamam që duhet, ja filloj kuna i Serbisë të, edhe ka fillu këta dhe ma herët si kur ne të tjerë, po unë për ceku për veti. Se ishte beteja e parë frontale, për shembull që kemi marrë pjesë atë ditë. Edhe jemi taku me, domethënë jemi ballafaqu me serb atje fshatin e Raushiq, mes Lojës Raushiq të kapur janë të dyjat. Edhe kemi luftuar deri këtë mbrëmje. Desha janë tërhiq ata. Ata janë tërhiq. Nuk kemi tërhiq na kemi nejt aty. Tani qashtu, nesër në mëngjes. A ka pas gjatë asaj dite plagosja apo humbje prej në palën e juaj? Po ka pas, kemi pas plagosja, na kanë plaguar neve do ushtar, tonë të të njësitit tonë. Ka pas një Shpend Dresha, është i vrellë si stogut, aje ka marrë plagë të rana në gjoks me snajper, nga unë në sërve, edhe kam pas dhe sëll mëri që në vërtet, një djallë, një qënë një joni, ushtar, edhe një tjetër, edhe aj Dreshaj, Alban Dreshaj, edhe aj është plagu në koma ditë. Jem plagu disa ushtara ditë aty, por ne kem pas fat nuk kemi plagu ditë. Edhe kem bërë rezistencë të ditën. O plagu Binak Dinaj, aty ka humbë dorën. E ka humbë krahun Binaku, po ai ka rezistu vetë. Aty ka është qëllu, është ballafaqu me ta, ka rezistu vetë. Qëta që e kanë... Edhe ka shpëtu. Po, edhe ka shpëtu, por o hakmor vetë aty direkt me ta, drejt për zdrejti. Aty o taku me ta diku një livadh. Edhe tani ne kemi fillu jemi organizu shokët, jemi taku,
Aty e në vra, edhe dy tjerë e në vra, Rostem Bruqi edhe një tjetër e në vra të shkolla, të një shtëpi e një shkaut, serbit aty, është vra e në vra dy djemë të mirë e në vra aty, po kanë vetë edhe disa serbë aty, edhe ata e në vra, nga una UÇK-s. Po. Dhe ka përfundu betejë mbrëmje, jemi taku shokët, e kem bo derta çka do të më bë. Edhe aty Skënder Qeku, si e prorë ushtarak, e ka marrë përsipër, unë ju mësoj që të hapen istikamet. S'ku kush nuk del ki më thonë me organizu tash të rezistencin të nesërmen. Të nesërmen Skënder Qeku e ka marrë përsipër, unë ju të regoj që hapen istikamet. Edhe imi dalë me ushtarët, të gjithë ushtarët, i ka thirrë djemë të Logjës këtu, kanë qenë një grup i PE-s, kanë qenë se më vjen keq se nuk ja u dita shemna të gjithëve e për shkak disa i ngjall, por shkaku që mos të preket asnjëri, nuk mund t'ja u ceku emra se janë kanë përmi 30 djemë të PE-s. Po, ka kalu edhe kohë, është që kanë po ka kalu është kohë gjatë, edhe kemi atë ditë jemi dalë në rrugë aty në Logjë edhe krejt, dhe më thonë ku ja ka morë menja Skindës si pas aftësive ti ushtarakë që i ka pas, thotë që të du të mu hapi stikami, që atje du të mu hapi stikami, që atje du të mu hapi stikami, edhe burat e fshatit, Logjë dhe Raushiq, po thuaj që shumica kanë dalë, edhe me krampe dhe kaci dhe i kanë hap ato, edhe i kanë mbulu me dofar tranve, i kanë prej landë me motorra, i kanë prej, kanë qitë për mi, dheje, plehe, diçka që ka mos mu dhez granatat kër t'bin, me i pengue, dhezin e granata, edhe që ashtu ka ndodhë. Bo shumë i ka shpëtu njerëz me që ato se i në shef njerëz në stikame. Edhe popullatët civili e në hinë për bunkjera ku në ka kapë zorja, ditë betejën e funit. Edhe të më hanë Skënderi nuk është shka prej, nuk nda prej Logjë a ditë, edhe dektën e ditën kër o plagu, rënë që i ka morë plagë për vdekje, a i ka nejtë këtu, i ka mbledh burat e Logjës që ka thonë dëgjani, thëtë, një mu më gjeni ju mua, po, unë thëtë më su frigoni, thëtë se unë jëmë këtu, me ushtarët e mi, dhe t'ju mbrojmë. Edhe pa shkel mbi trupat tonë, pa shkel policia serbe, ushtria serbe mbi trupat tonë, kush nuk kam ju prek juve. Edhe ashtu ka dalë. Ja u ka dhënë fjallën, deri në fund, edhe ka majtë fjallën deri në fund, si burrat e ka majtë fjallën. Ta mëndë sikur një luftar lirie, një burr, Skënderi a i ma ka mush menen me të gjitha. Do më thonë që ta mëndë ka qenë burr që ka frigu askujt. Nuk ka motivu. E prorë, po mënë i ka motivu neve, i ka motivu fshatrat këto fshatrat njerëzit kër kemi ardhë ne këtu, kanë qenë dhe se kemi arë ne, na kanë gjohë personalisht, ata kanë qenë të manipulum nga politika që u dheqke në atë kohë, që u dheqke nga Prishtina. Unë nuk e dhja kam pas mirë, se kam pas mirë, po për mu ka do politikë shumë e dëbta ja. Që i ka informu poplin, shumë keq, dhe në ka nevojë më luftu se vjen liria, ashtu me të ishin poplar, në të ishin, se na kanë thonë ata për barakër për Prishtinës. A e baraka për Prishtinës ka qenë famë keqë në atë kohë. Ata u dashë mu lidhë me neve, na mu lidhë me ta, më konë të gjonë. Ne kemi pas të shirë të jemi tonë zbashko, të jemi, edhe Skënder ka pas këtë ide, dhe këtë më konë tonë bashkë, nuk më zbërni dalime, dhe jemi mënu mësë më bo dalime. S'kemi bo dalime. Po ata bëshin dalime, se ata nuk në veshin neve. Edhe ne kemi organizu, mu disa herë, për shembull, kur unë kom qenë si, i caktum kom qenë, nga Skënder Qeku kom qenë i caktum, edhe nga këta që kanë qenë pak matë, që kanë pas një uni, nga Smajli Lezaj, Skënderi, ata djemë me pajtimin e tyne, kom qenë unë si urë lidhse me shtabin e Glogjanit. Që unë kom që për shembull informatët e Ramushi, Ramushi më ka thonë bëne këta, unë i kom dëgju urdhët e Ramushit. A e kujton na urdhër që e ke marrë, për shembull? Po, ka thonë më ka thonë du të më nejtë në Logjë, du të më rezistu, sa të mëni. Na ka thonë, po. Më du të ta veçoj një betej, se aty në ka vralla një shak i joni, aty është i ka qenë i Glogjanit. Atë ditë,
u bëshin luftimet rrepta. Çdo ditë ka pas betejë në Dugaqen. Nuk është vetëm betejë e Logjës dhe betejë Po. çfarë që shqicekun dhe kur thotë jo janë dy betejë, janë një betejë. Por çdo ditë ka pas betejë në Dugaqen. Por çdo ditë ushtarët e zonës operative të Dugaqenit, në krye me Ramosh Haradinin kanë marrë pjesë në betejë. Këto ja u thonë me përgjegjësi të plot. Se i kum pa shumë njerëz të shkuën betejë, po i di se kom qenë me ta. Në disa vena kom qenë edhe vetë me ta. Vetëm një betejë më duhet ta ceku. Në Sarabreg, ku ishte lufta e pa barabartë. Ata kishin sulmu, ka qenë komandant, ka qenë në vinë e frontit në Sarabreg, ka qenë Malist Nreca. Po. Ne i kemi shku në përforcime adet. Prej Logje kemi shku këto, me urdhër Skënderqeku. Skënderqeku thash shkarin ndim se unë jam këtu. Se na ushtu neve numri ushtarëve këtu në Logj, edhe tha Skënder, tha merri, tha do t'jem, tha edhe shkoni, tha natonën në nej. Edhe jem shku. I mora do t'jem, kemi shku në Sarabreg, Maliqin, e kom gjof Maliqin edhe ma heret. Kom pas shu takime, to. Edhe kemi shku atje. Do më thonë, na kemi mriti ku ka 10 ora ditë, dektra i non bromi ka pas betej. Krejt në fërsi. Maliqi është njërë me kra. Nuk ja din njerëzit, nuk ja din vlerën Maliqit Nrecë. Çfarë luftëtari i Zoti është. Edhe të ditën e gatë, aj me Beshtarinin ka qenë ideal, shumë i Zoti. Ka qenë aty në betej, ka qenë shumë dhe djemë Gjakovës, dhe tjerë nuk ja djemë në atë në shumë. Ne kur kemi shku aty, aq sa kemi mujt, e kemi përkra, aq sa kemi mujt, edhe sa kemi ditë. Deri në tërë, derisa ka ardhur Ramushi, edhe ka thonë bravo, na ka thonë, na ka motivu këshe, adin më thonë hajdin e kështu, hajdin ta shkojmë atje. Imi ardhë në 11 orat natë, se kemi vërros, me ndërime ushtarake kemi vërros, o të ushtarin që na u vradit aty nga Gloggjani. Edhe kërëm këthyn mëne, kom rri dikun, kom rri ka një ora natës, kom rri këtu, shkenda, shpas janë alaj zgjuar, tu morë me roje me ato, tu i morë djemë të i qita nej, kënej, edhe ishkon bo shumë marak se si im këthyna pak vorë na ushtartë. Edhe, imi këthy, ja kem fillu e, tha, Baco tha, sot dhe dekë, se unë isha shumë i mërzitën për atë shokun atje që u vra, djallin Glogjan, të shmorin. I të që djallin e Glogjanit, ushtarin. Edhe, unë isha i mërzitën sa që nuk zdi, e niva shumë vetën keq. A e ke pa momentin kër është vraj? Kër u vra se kom pa, po ma vonë po, se na ishim po, ajo vra, edhe nëse na imi kon një anën tjetër, jemi kon të ballafaqu me policinë serbe, ato kanë marrë për me qume shpetu rrugës për spital ka vdek. Ai, ka dhënë jetë. Edhe, ke marrë pjesë atë natë, jemi kon shumë me dhemsh me familja, nuk ja din njerëz vlerën asaj punë, nuk ja din vlerën dëshmorëve. Se m'ja vdit vlerën dëshmorëve, çdo ditë shkojnë gjithë, nuk e lajnë, nuk shkohet të dëshmorët, shumë në mërëmen jenë 70%, 80% të popullatës Kosovës se s'ka marrë pjesë kur në ndërimit dëshmorëve. Turpi më loftë ato familje, ata njerëz që nuk marrin pjesë në ndërimet përvjetore tyne. Edhe unë jem ba aq shumë, i thash Skendo, qështu i thëmë, tha sot aj, nesër ndoshta ne, tha e gjojmë, e kem fatin e tinaj. I ljumi aj, tha që ka vdek për Kosovë. Për të Skënderqeku vetë ka thonë, më ka dalë për para në aty ku kemi pas shtabin e. Edhe vazhdimisht na umunojshim e bashkëshim me Skenda thërke ushtare. I merr ke ushtarët Skënderqeku, ushtarët e njësitit tonë, Luanet e Dugaqinit që kemi qenë, edhe kush na bashkan gjetke, edhe i çejke në livadhe, edhe i ushtrejke, ushtrime ushtarake. Sepse njerëz pa përvojë, nuk dike njeri me ka pushkën, nuk dike ç'është më marr pozicionin, edhe që ato ja u ka mësuar të gjithë, kush ushtar do hije njësitin tonë, gjitha i ka pas të njoftën të bënë, i ka mësue nga Skënderqeku, general Skënderqeku. Edhe tani ma tutje, du të cekur tash të jenë do gjona aty, jenë shumë gjona që këtu nuk dalin, do të përshkru roman për këto, që kemë vepruna për në atë kohë. Po tash ti duhet të ceku me betejën e 15 gushtit. Po, është dita kur ju po, para betejën e mbrëmje, do më thonë me 14 gusht, mbrëmje i kemi pa do levizje. Kanë qenë do shtëpiat serbe afër neve, atje afër ku i kishim na vinë frontit. Kanë qenë disa shtëpia të serbe dhe ata janë ardhur ushtria dhe policia serbe, ata që janë ardhur organizum, janë ardhur në fut aty në tokën e serbit për mëngjes për më kon pozicionum
Edhe më na godit neve shumë, sepse neve na kanë pas therrë në sy, se na kem qenë uçekeja që gjithmonë i kem ngacmuar në ata. Nuk i kem milon në rahat në serbë, ata muajnë ata shlirë. Ushtrinë e policinë serbe nuk i kem lënë bash rahat muajnë asfaltit rrugës së Deçan Pej. Nga njerë ju kem tregu se këto është uçekeja, nuk jeni ju, po jemi edhe ne, edhe na jemi këto. Edhe kjo tokë është e jone, nuk është e juvja. Edhe ata tani kanë shumë të frymëzuar këtë njësitin e Skënderit këtu, edhe unë që kom pa këtu edhe njerëzit bajshin fjalë, ju qeshin serbëve fjalën shkur trup shpionojshin. Fatkeqësisht shqiptarët, ka shqiptarët ligj, hala ka shqiptarët ligj që çojnë dhona në Serbi, dhona që nuk duhet mi dërgu atje. Edhe tash na kemi pas atë ditë Skenda tha, a jeni gjani më shku më këshyr? Thash po. Këm marrë 2 ushtari më shku dhe i afer. I këm vrejt që janë forcat serbe. Jemi këthy, i vrejta mirë, jemi këthy, kem të regue. Ishtë ora 2 natës. Thash Skendo, komandant thash, fatë kësishtë, fatë barësisht, po di që shme më baton, thash, po ata, bashkë të shtu e kom cek, ata na u kanë afru, serbët janë të shtëpiat e paveçve ju kanë thonë serbë aty, që jo qujta ato shtëpiat e tyne. Thash që kanë ardhur, thash janë pozicionu aty, tha me herë në kopac. Qështu? Tha i ka qenë, Skënderi ka qenë njëri i but, i urt, i sjellshëm me ushtar, me shok, me ton. Ka qenë tamam që është duhet më kanë. Edhe tha, në rregull tha, ndahem tha në 2 shtëpia, edhe mi nda. Unë kom shku me disa ushtar në shtëpinë e Mehmet Morinc anën tjetër. A i ka nejtë në shtëpi shtab të Haxhi Salihi. Po do mi cek tamam që shenë cek, që shenë qujtë edhe venet dhe shtëpijat aty, lagje. Dhe më thonë e të regoj ashtu që është ka qenë. Original bashkë që është ka qenë e të regoj. Edhe 15 ora në 6 mëngjes. Jenë arë aeroplanat, kanë sulmuar aeroplanat, edhe i kanë godit mas pare, i kanë godit që 2 shtëpia. Se do më thonë e kanë ditë se ku jemi të pozicionum. Në bazë njerëzve të vetë që i kanë pas, argat të vetë, fleqona, edhe në njërona kanë godit bashkë 2 shtëpijat. Edhe jemi quna me ushtarë, jemi zgjush, që shemi shpejtë, se na bishim veshën. Që shemi pozicione, që është na kanë zonë puna, që është kemi flejtë, edhe jemi qunë nati me njëherë, se jemi konë gjithë mund gashëm për aksion, më intervenu. Edhe jemi zgju aty, jenë arë tani kanë shkuar e planat, jenë arë helikopterat. Edhe i kërkajshin njerëzit për mi vrau, kështu. Aty kemi gjujtë helikopterin, me Skenda e ka gjujtë helikopterin, na i kemi ndimu ka pak Skendës, edhe një helikopter që ka ardhë aty, edhe o sjellë këtë shtëpiava, i ka shku nuk është ardhë ma. Ka shku karan kazirmë, na vetëm 3 km vija aerore kemi qenë për kazirmës të pejsë të ushtrisë Jugoslave. Afer. I bikon shumë afer, po, ata nuk e di, nuk kanë mujtë më na bajt neve në uniforma. Edhe do që është të përluftu ata me neve. Po ashtu edhe na, në frigus jemi, krejt që ka kone mund me kem ba. Edhe Skenda ka qenë një strateg shumë i mirë. Ka thonë berë i djemët, ka qu mu një lagjet Raushicit atje, ka thonë shko, tha atje të lagjen Raushicit edhe të regoju, tha aty në djemëve që jemi të fort, mos të frigoni. Jemi u që kejë në bënë mu dërzu dhe në fund. Si të të ndodhë, i kem pas na, nëse vëritet Skenda o konë tjetëri, nëse vëritet na une o konë tjetëri, nëse vëritet ajo është tjetëri. I kem pas na krejtë, i kem pas të radhit në gjanat. Tha, vëritet një, tha e vardojnë tjetëri, tha. Dhe më tha, mëse keni ka sa vetat punë, tha se luftën nuk bënë, mu dërzu së bënë kërqysh, jemi ushtarë të uqekes, mos të frigoni. Edhe me të vërtet, ushtarë të gjithë kënë konë, gjanit e gjithë e konë gjani më vdeka ditë, edhe kanë luftu, i kanë qitë mundësinat e vetat dhe të funi. Por, kur e kanë pasën, në fshatin e Raushiq, kanë diku dikush tjetër, një pjesë ku ishim ne të pozicionum aty ku ishim në pikën tonë, anën se di, por nuk ish pas parë së ushtarë aty, ishin kënë një ushtëria serbe në atë pjesën e nëjtë atje, edhe ishin kënë afë bukur, ishin kënë të ushgjeb të port, por unë jem ballafaqu beta aty, se më qaj kyesë, unë kom qenë veshgus. Unë kom qenë të herë pak ma përpara, më kanë qu, sepse vete kom pas pak si dëshirë, se kom qenë pak ma i gjenshëm për atë punë, ma me përvoj kështu, edhe kom shku, jem taku me ta,
Kur i kom menu që është ushqekeja, për ata kur i kom po. Po kur kom po autoblindit orë për ishnojtit, ushtarët e sërbë, para autoblindit të jetë, snent, është një rrugë që shifen, ata që janë njofin të rejnë e din, une kom ditën se ata e në ardhe dhe kanë pushtu atë ven, edhe kom gjujt në ta dhe jem të rjek, kom marrë shpejt të skenda, i thash skenda kanë arë që të qështu, ushtëria policia serbe jenë, veç e në fut në mesin e këtyre dy fshatrave këtu, tha bas nuk kanë që kam në ba, dojmë luftu rezistencë, dojmë ba. Më ledhe i tha, djemë shtini, tha, në instikame, tha, kërën ma të sigur, tha, mës na i kapin granatat, me dhe mës na vrojnë djemë tanë. A i gjithmonë e ka pas sënim me rujt ushtarin. A shumë i rujt ushtarët, sa mene në këta merë. Edhe une, ashtu veprova që më tha, gjithmonë që ka thonë skenda në kemi ba. Ajo konë zëtë joni. Edhe kom ardhë, i kom thirë këta djemë, i kom thonë, e janë i ka, ajde fut në kom bunkera ka, ku i kem pas në shpi, dhe të shpi, pëndrëm me kem pas në shpi, thash futu një dhe sa të vinë afer sërë, më s'del një. E unë s'kenda jemi dalë 100 metra në përmi ta, ju kem dalë paran. Që kur do të vinë ata, Po, me kondë gaqë. na me kondë gaqë, dhe këta ku të shofin këta që njën krizë batali, be gjithë se kështë gjujshin për i ta na onëve, këshin pas personim gjithë që është neve më na hek për atyjt, për i shtabit, ata. Ta është ti më të thonë të drejtë, na pak kemi prit se për na vinë edhe përforcime, nga ona tjetër, për shembull, po vinë nga, atër ka qenë Prapaqani dhe Barani, kanë qenë 2 kazerma, 2 shkolla, ka pas ushtar bëll në atë kohë. Edhe ka qenë kazermën e Prapaqanit, ka qenë Tahir Zemaj, ka qenë Nazif Ramabaja, kanë qenë ata e prorë ushtarak, ku ka pas gjë më mirë, edhe ata kanë qenë prorë ushtarak, ku ka pas gjë më mirë, sikur më luftu edhe ata. Nuk jo erdhën ndim. Edhe nuk na kanë ardhur ndim. Jo, as nuk e ndal pi kazermes. Çak këta të baronit edhe kanë ikë pi kazermes, i largu krejt pi kazermes. Se tash ti të kom fakte, se më kom fakte që unë më ka qenë kazermë, pasi që jem plague. Ka ora 10 ora kanë ardhur disa fshatar që kanë pas dikush manzerë, dikush këtu që kanë pas shefne, civil që kanë qenë, nuk kanë qenë kështu në luftë, na kanë ardhur, na kanë ndihmue. Po. Fshatrave ata këtu ka te, po. Po, nuk mjaftoi kjo ajo, dashkë marrë ushtria. Edhe Ramushi ka qenë në zonën me beteja, një gëni që pje thamë. Çdo ditë ka pas betej, prapë për ceko, se e ceka dhe ma heret. Po. A shumë koni në zonën në Ramushi, se nuk ka mujtë më morë frim për betejave. Çdo ditë ka pas, çdo fshat që i kanë solimu që kënë. Shkijet. So s'më mi thonë serbë, që po do këtë pi privilegjaj. Unë i thomë shkija aty, nuk di që mi thonë në ishnaj. Ata e në konë shkija, ne e konë shqiptarë. Edhe nuk na kanë dalë ndim kërkun, nuk e në ardhë, s'kenda tha, nuk ka lidhje. Veç në me ushtarë dojmë rezistu. Edhe kemë rezistu. Ka mesi ditës, ne i shishim ata ku janë. Na gjujshin për helikopterav, gjujshin për tananve. Unë e ko morë pjesë disa beteja, po më të thonë drejt për që ashtu më gjujt, që ashtu më na gjujt ata neve, më kona që adim nuk s'di. Me usulmu vazhdimisht. Po vazhdimisht, për shembull nuk ndajshin heq. Edhe nëse dikur na i pak ma vonë, patëm fatin e keq, edhe plagum të dytë, unë edhe s'kenda. Edhe plagum shumë ranë, të dytë. Çu plagot? S'kenda bile, po tash do një raket, do një nuk e dim, nuk mund shpediti cilat ka ardhë, që është ka ardhë, por na kara, mund kara, për shembull, s'kenda dhe ku pas afer, në mitralez kara aja, edhe ma ka prish mitralezin. E këm pas një farë mitralezi shumë të mirë, edhe tash spirat e saj ato ku janë shpërnda, Kanë rënë trup. Më kanë rënë trup, i kom 5 plagë në trup të morna, skenda i ka pas 2 plagë. Në kamën ja ka këput skendës, poshtë ja ka këput kamën, edhe ka pas një vdekje pruse që ka qenë ajo, e ka pas këtu, që i ka hinë trup mrena, dhe e ka prej organet e ujtë. Ato, edhe, do më thonë, 2 ditë ma vonë skenda, pas operacionit, tash do e ceku ma vonë, që shka që ka ndodhë me ta. Edhe e kom marrë, e kemi mi kap njëri për tjetrin, edhe mi afru e dhe i të shokt.
Edhe i kom thirrë shok të thash, hajde si u plagu skenda, si tërgojsha për veti, po për skendën. Se ma shumë e kisha punën e kasavetin, ma shumë e kisha i threj shalla ky po pështan. Se për veti se kom ditë që pështoj sepse kon, për shembull im kon shumë i plagosur. Kur e pa skenda që unë im i plagosur shumë, atëherë tha, dushta pa tjetër me më quta ty spital mua, se në s'kemi të shku spital. Vish tam na i lidhën ato, sa na i lidhë dikush skendës kom në ato, për këto nuk e kom ditë për skendën që ka kap këto. Se nuk ka tregu skenda. Se ka dalë më thonë mu, atë ka thonë se ka ditë, ka thonë këmë mërzitet e kështu. Edhe, joja, tha veç pa komën, tha që sa ma lidhën, tha, më kalën, vazhdo në luftër, shkoni aty jesë gjuni më së të të një ushtarve, ju për të të ke. Atë një jap ke urdhër kështu, dhe më thonë si ushtarak të kanë qëta. Luftish aty, betejsh. Edhe imi quë me skendën edhe na kanë quë në spital, neve, rrugë s'ka kemi shku, në rrugë, e kem takura më Sharadinin. Ka qenë me një gjip, me disa ushtarë, o drip, ka arë shpejt, tha ha, qka është puna, thash, kështu, thash, imi plagu 2 rënë, ha, skenda e plagu rënë, skenda, tha jo, gania tha ma shumë, skenda, pita të Ramushit. Tha për hajru koft, Ramushi. I thash, Rambo i thesha në luft kështu atin, e qysha që është të pe i qefit, thash Rambo, thash shko, thash me njëherë, thash në lojës, thash se mas imi plagu ne, i kem do ushtarë aty dhe mës më japë moral. Ti e din çka bën. Nuk ke pas nevojë nuk e pas nevojë me mësura mushin që më bën, se ka ditë ai vet. Edhe shku gjujt në gjip. Ai, shpejt. Edhe ka arë në lojë, është mënuar, më rezistu, edhe ka luftu, edhe atit Ramushi, me 15 gusht, o mënu më rezistu, një djallë, 2 djemë ju kam plagu Ramush të adit. O plagu njëne, ati nuk ja djemnin, ata e dim për njëne, na im dashi ka qeni pejes të, edhe ishkon pas plagu, për pancirën e ka pas numë, edhe nuk kanë mujt me qpu, për dëmëhan, për kish morë lëndime, të rame, se kanë gjujt ata sërbet, shkijet e hamomit. Edhe tani pe aty hyt kemi hec, na kanë qenë në spital në Kryshec. Në Kryshec sallë të operacionit nuk kish, ka qenë spitali ushtarak. Para saj kohë ka qenë në Irzniq. Po. Në Irzniq Deçanit. Kara Irzniq që kishin pas marrë dhe për këtë sallë operacionit ishte e shkatrume krejt. Domethënë nuk kishin gjeni me shti në operacion kërkan. Se ishin në dita 2 sa kishin për këto. Mjek vetëm do motra medicinale, nuk ish pas mjek aty. Kur e kanë pa për neve, si mi plagu shumë, aqë rënë mi plagu disa veta, si mi plagu dhe të shumë të logjës, nuk mi plagu një Abedin Morina, Baz Morina, mi plagu dhe të një fshati tjetër, mi plagu një Faradem Grabovci, kanë thonë që ti Grabovci që të okon i plagum. Disa tjerë, se nuk më kujtuan të ashtem kohë e gjatë. E ndakë kër nga kanë qenë neve aty në Kryshec, aty në Kryshec mjek s'kish, vetëm mota që më në lidhë, na i plagë kështu, aty këtu, kanë shku e kanë gjetë një mjek, ka Avdir Krasniqin, ai është mjek shumë i njoftën, kirurg po më duket është i Vranocit Pejës tu, i shku e kanë pru ata shokët e mi që më kanë pa mu të plagosur në ranë, i shku e kanë marrë ata djemt e kanë pru aty, edhe ai rallë na i ka nalë gjak dirët në adit. Sa ai nuk la pëtke, a mund është me qëndru po, ti më lidhke me zërë të lidhke, dinge, ti lidhke ato të amon qësh duhet, dhe dike qësh duhet, se motat nuk kanë ditë, ato i mënu krejt që ka konë në mësh me bo. Kemi ne idejnë mbromje aty, në mbromje, na kanë marrë, edhe na kanë dërgue, jo, ditën, mës të harroj që të pjesë të, tar ditën, aty kur në Kryshec, mu më këtësu gjenja, shumë. Mu këtësu gjenja. Edhe morë do ushtar, thojnë hajtë të qëjmë Prapaqan, kanë qënë Prapaqan. Kër shkumë Prapaqan ishte kanë, se më këndasëm. Ushtarë në praborët, usil, konë kuzhina të kua ishin bukatërije në ditje, konë për qëfar beteje, konë qëfar, aditar shumë interesant, aty së është 10 km jemi largas. Nuk jem ma shumë se 10 km Prapaqan ljogjë. Shkojmë na, qojnë mua aty në Prapaqan. Kër më kanë qënë Prapaqan, se unë e kom shku dhe për parën Prapaqan, i kom thirë
ushtarët edhe i kombin, ju mënu mi tregu ushtarëve se këta se kanë qëllimin më luftue. Këta kanë qëllimin më nejtë, më hangën, më pi, më shëti që nenaj, më argju pare kotë qeverisë Bukushi, atje më argju pare të koti. Edhe i këmë thonë kanë qëllimi shumë të kësia, të kësë s'po marrin pjesë, unë s'kom ditë sen. Po unë kur ata nuk veshin në përbeteja më marrë pjesë, unë e kom ditë se ata nuk kanë qëllimet mira. Qëllimet mira nuk ka pas aty. Edhe tash se me sigurisht pak ishin inatos me mua, se unë i foli gjanat drejt, ashtu që kanë qenë, nuk më intereson se nuk e kam gajle kërkon, se kam kasave kërkon botë. Edhe më thojnë mua, vjen një mjek, më ka pa mund gjajnë të keqe, se unë e kom qenë i plagu më shkni, me shafrim për këto. Një qik ka qenë aty, që ka qenë shtab këtu në logjë, ka arë me neve me mu me skendën atit, për më një mu rrugës. Edhe ajo ka qenë uqyke Shqipe Kosova e qika, ka pas pseudonimin luft, e njohin të gjithë, ka qenë ka vepru, ka qenë ushtare, dhe në fund ka qenë. Më ka qenë të rishbellon një brigadër ma vonë një 3-3. Edhe ajo ma mbyll kutëre më folë, ma mbyll këtu me përshkirë. Edhe unë e falësha. Edhe unë i thash, e pash Tahirin, i thash, komandant i thash unë, atina i thash, komandant thash, qësh i thash Ramush për më shku më intervenu, Ramush i shkaj, intervenaj. Thash në lojë, thash, është të zhvillu beteja ashpër. Thash dhe komandant i vizë frontit, Skënder Qeku, është i plagu më ranë, është Kërshecka, edhe unë jam i plagum, që kom qenë shok i ti, që kom qenë gjithmonë pranë ti. Thash jam i plagu më ranë, thash. Më jenë të ushtarë djemë të mirë atje, djemë të fort janë. Merën e ushtarë edhe shkonin delin ndim. Ramush i veç ka shkue. Thajt, përse pa pas të puna tinaj, se kishte qëllimin, do më thonë, nuk ishte morë pjesë as betet e përparshme. Do më thonë edhe nuk ishte morë pjesë as betet e përparshme, që më thonë, në për që u zhvillonin, në për duka gjenë. Çka ndodhe mas nej? Edhe nuk ma kanë dhonë ndimin e parë, s'ma kanë dhonë. Merë dhe se ka lënë mjekun, një mjekër është fëru, kur nuk e harroj, ka pas mjekër të bardhë, ka qenë dikur vetë 50-ave, një mantillë ka pas, ka dorë më dhonë ndimin e parë, nuk ma ka dhonë ndimin e parë. Qa kënë sjellë kesh, kanë ofendu mua aty si i plagosën në ranë. Veç kanë mujtë më ofendu që kom qenë ushtari UÇK-s, kur gjë tjetër ma shumë. Kur gjë që kom bo keqën aty ne. Unë kom luftu për Kosovës, kom luftu as për Tahirin, as për Ramushin. Apo kom luftu për Kosovën, për me i dalë zotë Kosovës. Edhe besoj çdo ushtar që çat punë ka bo, që ka pushkën që i ka dalë shkallët për paran. Edhe del një djallë aty, del një djallë, i sarap që aty duke di të qanit i kuj ka qenë, edhe tha, ku je ka, ku për do më quë e muë, një ushtarë dullat, tha, ku je ka do më quë, tha shqëm të Skënder Qeku, tha shqëm në Kërshec ku kem pare, më kanë për unë aty, Skënder tha tepën ndimin e parë, jo, kërë ka pa, hala kisha një majic, që ma këshën ndimin e parë, Besnik Shala me shok të mi aty, me Naim Gjurën, me disa djem aty, që ma këshën ndimin e parë, hala kësha majicën në tyne, lidhëm këto. E unë kisha qenë në kazermë, ku ka qenë ambulanta, i kanë pas të gjitha mjetët, s'paku bre me unë, diçka më të nalë gjak derdhen. Hajtë që pas pas puna tina i tatë, ne që kanë folëran. Ne që tani unë edhe unë i këmë folëran atyne, dhe unë ja këmë këty 2 fish atyne. Edhe e bojnë ata, era të Skënder në Kërshec, thash Skënder kështu ka ndodhë, nuk ma në epë ndimin e parë, tha më zë më keq të njerë dhe Abdul Krasniqi, u këthy në epë ndimin e parë, në nali gjak dirën mua, Skënderit, e krejt ushtarëve të logjë, atë që i mikon dikon, logjë këra pas i mikon 12 vetë plagum. Po, nga jo betej. Po, e një Valon Shala vra krejt, e një tjetër vra, edhe një tjetër 2 ushtarë në kanë vra krejt atë të betej në logjë, atë me 15 gusht. Neve tash t'i pe aty në mbrëmje, pasi që ishte rrezikue, na ishim të rreziku me dhe Kërshec. Ata tash më ishin më ardhë Kërshec, më ishin më ardhë ushtëria serbe. Po. Edhe na kanë morë, kanë organizue, Ramushi me këta të vetë, kanë organizue, na kanë dërgu në Breshancë, Cuarix, natën, me të komba, me të motër mencionale, sa kanë mujtë, na kanë dhënë ushqim, edhe kundër dhimbës ato gjanat mjekësore. Deri sa na ka taku me Fatmir Limra atje, me ata që ku ishin dalë, Fatmir Shur dhe Fatmir Lima ishin dalë,
do ka forrelshana, do djem shumë, do djem të fort, atje do që i ngjofsha përpara, që kanë qenë edhe figura të rëndësishme të UÇK-s. Edhe janë dalë që na kishin dalë para, ndërsa na kanë ndërzuar aty këta, na kanë marrë, ata na kanë marrë me ambulancë na kanë marrë. Jemi çudit kur i kanë pa. Ta na kanë marrë ata, na kanë qu në spital në Breshan Suarex aty në Breshan kishte qenë ka zjermja tamam tu me kërveta e me krejt kishte qenë. Na kanë qenë 40 plagosë kemi qenë tu gaxhinit na. Krejt që kanë qenë edhe në Rëzniq, domethënë që kanë qenë plagosë edhe përpara. Neve na kanë të tonë zbashku, na kanë dërguar atje për më vend më të sigurt. Tani Ramushi ka pas dur të lira më luftue. Kur si ka plagosi të përkam. Nuk i ka popullatën civile, ushtari këta, UÇK kanë shumë të fortë. Tamam. Edhe kanë luftuar deri në fund. Këta kanë thua atje kemi ne 2 javë ditë. Por para se tash nesërmen ishte nevoja për një anestezist, mjek, u dashke mjeku se kirurgu ishte. Një doktor Gzima Zdrolli ka qenë atje edhe një tjetër, agim po më duket o qujta i tjetër nuk jetë, po që kështë qenë që mjek kryesor, tha na duhet një anestezist. E tash ti General Skënderit i ra shumë më nejt i plagosën aty, Breshanc. Edhe ati ju kështë pas fut një pjesë të granatës këtu edhe këput organet e ujit, edhe ku e diu në mrena atje, kështë pa dam të shumë, edhe tani ajo ndërcinat mrena që i ka pas ato, e kanë bot vetën, por mjeku e ka bot pa mundshme të mundshme. Bilim ka thonë atë ditë, tha, oshtar, tha, se e pau që pe du shumë, s'kende po bëj shumë astinaj. I thesha dush pa tjetër të dush me pështu Skënderin, komandant, për mu nuk ka rëndësia bëjsha. Këto duhet. Tha se ky është më i vlefshëm për UÇK-n, s'kenda. Tha, tonin i vlefshëm, për mu një ton njëjtë. Ton me kom ju shpetue. Azdrolli. Edhe u lyp këni anestezist, desa kanë pruar anestezist, pej, du marrë ilegalisht në për rrugë, atër ka qenë shumë zërë, se ka qenë një lufte. Normal, po. Në kërë sikur sot me hip kjertë më shku ku dush. Që në edhe rrugë të këshia, katastrofë, krejt duft, baba kinë kam, krejt ju ka duft në për Livallë, në për Mardhaj me një qanë të bëdi ato, me mbjetët e veta. Edhe ka ardhaj mjeku, edhe e kanë marrë, kanë futë Skëndën e... Para se me futë në bisedojshë me Skëndën, me interesam i kalzu bisedet e tina e Skënderit. Thëjke, qërë tha, djemë tha, ju thëjke të plagosëve, ty ka qenë Yll Morina, ka qenë që është dëshmor, ka qenë Zënun Mataj që është dëshmor edhe aj, edhe ju thot aty në djemëve, tha qërë djemë, tha da jemi plagos, tha, me paramendim, tha jemi fut në luft, tha, nuk në ka ndodhë, tha luft të rastësisht. Na kemi mujt, tha, mos më hinë luft, tha, për që kemi hinë, tha, mos u dërzoni kur. Ata ju epke moral, ushtarve, aty krejt ushtarve ju epke moral, të folke mirë me ta. Para se më hinë salë të operacionit, që shtu të bisedue, para se më hinë salë të operacionit, thët, tha, Gani, tha, ti ki më pështu, tha, unë, tha, zërë kam më pështu e. Pse, tha, nuk të kom të regu, tha. Ska pas një orë për paran. Tha, unë jam i plagum shumë rënë, tha, këtë, mrena. Tha, shqysh, unë, e kam shefaj për e beje. Unë ja kom po ato, që ja kanë qitë ato, këtë. Po, dhe nuk kom qenë i plagum këtë poshtë, po, nuk kom qenë në rgonë, nuk kom qenë në kuk. Edhe këtë, në kam, më kone. Në kry, më konë pak, edhe më konë më shkni këtu në ma shumë. Edhe në dorë. I thot, tha, unë, tha, për ta thëmë të drejtën, tha, nuk e për këtë një vetin mirë, tha, dhe këzërë që kom i mbjetue, tha, operacionit. S'ki shumë gjak, nuk e di, nuk ishte dhe gjak sa duhet aty për mi dhanë. E ka pas A pozitiv. Grupi gjakut, ka qenë grupi gjakut i veçantë kështu. Bili që e Shqipe Kosova ja ka dhanë 400 gram, kur se harraj këtu, kësa ka qenë kërshec, edhe i ka qelë sytë. Se nuk ka pas gjak. Dhe du mja dhonë, që ta gjak që ka morë, du mja dhonë me njëherë Skëndës. Se nuk kanë mujtë më shumë mi filtruhe, mi shtinë analiza, mi bo atje, luft ka qenë. Po, i ka ratë të mënë grupi gjakot tine, dhe më thonë edhe u këfjellë, që ajo që ta gjak që ja kanë dhonë Skëndës aty, ja ka zgjatë ymën edhe 2 ditë. Po tash atje, nuk ishin mo gjaka ku me ditë edhe, ju këtë cu pak gjenja, u dof me shtinë operacion, ju ka dirë pa tjetër me shtinë operacion, e futën në operacion, tha Skënda, tha qështu, përësit me tha, kalzoj, tha shokve, edhe kalzoj Albanit, tha se dhe në fund jemi munu, djalit, tha të rëgoj,
se nuk kemi ligë, thash me Stanin, thash se ti kemi kalzu vetë, unë i thash. S'ka më pas nevoj mi të regu une, thash kemi të regu ti vetë mas operacionit. Po nuk dule ashtë të dule që ka thonaj. Edhe skenda nuk i ka mbjetu plagve, aty edhe që ka mbjetu operacionit i ka mbjetu, kur ka ndosh tash me këfill, me hjek prej opiumi që ka qenë pa vedije, nuk ka mujtë dhe ka dhonë shpirt. E kemi marrë të atë dit, ja kom shkru një biografi të shkurtër, një motër misionale aty kështë qenë me e zgjuar pak aty në Breshancë, e ka marrë ja ka regullu, e imi shku, në më kanë marrë, më kanë qua dhe mua në kam, edhe imi shku, e kemi vërros në cemetisht, skendën. Ka përfundu puna skendës aty. Ma vonë, në kanë qua në Breshancë, pej Breshancë në kanë qua në Pagarush Nalt. Aty, në prej dhimbëve, prej aty, në prej gjak derdhes, ju lëshu gjak derdhe dhe zënën mataj, i babalosh se dha i vdiq aty. Gjallë i mirë, gjallë veç ashtu. E lumja familja veç që ka dhana gjallë. Tani ma vonë, kemi pej Pagarush në kanë punë duka gjenë. Prap, mas 2 jave, një plagozit, 14 plagozit kemi qenë. Në kanë punë duka gjenë, ku më në qu, nuk të me do kamiona me do, zisho, do fër kamion me cara da atë vak, në kanë qu një sneq. Dhe në kanë vendosë në gjami një sneq, se atë spitali s'ka pas. Aty është popullata me e sigur, spitali ku nuk ishim, që aty kanë thonë, në kanë shef shkur trëp. Por unë fatë barësisht, atë dit, një djallë aty i Morinve, këtu një Farabedini, i kishte pas misht një sneq, dhe të nesër më tha, a përshkojmë tha pa flajmë të mi, ku tha, e kishë që mu më marrë me vetë, thash po, edhe me ta, shkum të miku i tina, i prej miku ti, erdha në baran, mu bërë në baran, se o tani o afrova të mjektë në këtu, se në baran ishin mjektë, ka qenë një din Krasniqi tani aty, në Vranac, këta ma propozun disa djem, po isha unë edhe ma i sigurt, se atjerë të ashti ishin levizjet, ishin sërb të uenshin edhe shpionat, të përdin këqa fërtu në afrejshin, edhe une isha për ma i sigurt, më këqenës duke më kanë tek miku, si i besojsha, Muhammed Kolica, Muhammed Gashi i Baranit, aty kom nejt një 5 dit, më kanë majt aty, dina vike për gjithë dit, më në rëki plagën aty. Se nuk më isha mu qu, më jesë nuk më qu, diqër hajt, diqka pak, për nuk më isha, vike ështar më kanë ru plagën, edhe shumë ka një mua i burë. Prej aty hit, mas 5 dite, por du të ceku këtë fatkecin që i ka ndodhë në Morinës, me shok. Aty një sneq, aty një djemve që kanë qenë një sneq në gjami, me non shtator, Tahiri me ushtarë të vetë, me Barani, me që kanë qenë konë, kanë morë vendim që me lëshu Kosovën. Ju kanë thonë ushtarëve, na do të më dalë, hajde dalim bjesh, hajde dalim kënej, nuk e diju në ato punë, nuk më imi folën, pse kanë lëshu Kosovën ata. Por, unë e di një e dije, se ai që kanë lëshu Kosovën atë ko, pa hinë thërë në kam, ajo është radhëti kombëtare. Jenë betu për flamurit, i kanë orë armet, jenë orë në Kosovë. Ja kanë ishë luftës, pa bo kur gjo heq, mu qu edhe mi dërzu armet, milion armet ka zirmë, edhe më shku mu këthy prak për Shqipni, aja veç unë të të rejme nuk dije. Kush është ma i dishëm, nështë ta mundet më ma përmisu, po unë e di për qështu. Asaj thujnë të radhëti kombëtare. Edhe ka nik ata, le që ka nik. Po, që ta plagosi që kanë qëtë djemë të UÇK-s në gjamin i sniq, i kanë lanë në gjamin i sniq, i kanë lanë një ditë për para një ja kanë bledha, ja kanë morë armet, pse ja kanë morë armet, për shembull. Kush ja kanë morë armet nuk e di, për shqiptarin, aty që i gonë aty, një sniq. Ja kanë morë armet, pse ja kanë morë, unë e, ata e din pse ja kanë morë armet. Po mu benja ime më thotë që ata kanë qenë ushtarë të UÇK-s, po unë për qështë e vetja. Unë kom qenë i plagosën, për shembull, sikur Yll Morina me rrerë ka ata djemë që kanë qenë tjertë. Unë kom pas armën gjithmonë afër vetë, edhe kur kom qenë i plagosën, si kom besu as kujt. Po. Edhe gjë ushtari UÇK-s se kish vrarë në një shka, po më konë nevoja edhe vetë e kish vrarë, mos marraj gjallë në durë tyne.
Është dasht me pas A armën. dasht me pas. Po. Se ne gjithësili ushtari kem pas ka 2 fishek në vet, në xhep i kem pas. Po. Nëse na sosin fishekt, mu habitësh të i gjun të gjithë fishekt, sosën do të mi pas 2 për vete mas mbrëmje, do me kujtu edhe këta. Që ata do me kujtu, ta kanë treguar për të ushtarak për paran, ta kanë treguar se ndaç më hin luft, hen mos dash më hi, mi mbojnë ata 2 fishek mos hin luft hiç. Edhe ne kemi qu ata djemt e nar policia serbe aty, në hin gazerm. Aty në xhami më fal. Po. Jenë fut në xhami. Edhe i kanë arrestue. Arbenin, e kanë arrestue këta bre. Yllin, zherkën e krejt ata 7, 8, 9, disa e në konë, nuk mëj me ditë numrin, sa kanë qenë aty. I kanë arrestu, edhe i kanë que në burgjën spitale, edhe prej maltërtum, shtazarake, prej dajakut, që u kanë bëhe. Me rëmeta shkijet, jenë taku me ushtarë plagosën të uqekes. Që qëta uqeke u kanë vravlazë të tyne, shkive. Po. Do më thonë, kjo ko normali, do të me di qka të ndodhë ty aty. Edhe si pas plagëve të marra, do më thonë, goditjeve, do më të godit, yllë mërin të godit plag. Se më ka të regu Barbeni, për shemë shoku i tinaj. Të ka për fyti, të maltërtu, të i dajak. Edhe prej gazet, pej rrahjes, pej dajakut, yllë Marina ka dhonë shpirt spital. Bërga, ku e diu në ku ka dhonë shpirt, atje. Ka dhonë shpirt e sot të dërshborë. Po këta turpi më luft, po alen ushtarët e uqekes, ashtu. Lavdi për dëshmorin e Marina dhe gjithë dëshmorët tjerë. Lavdi. Edhe i kom thonë të gjithëve, aty i kom thonë djemve që kjo është tradhti kombëtare, pse ne kanë shokë tonë aty. Po me juve, çka ndodhe gjatë kësaj kohe? Tani, ne pasi që ra duka gjini këtu, edhe na tash ishim plagosën, une me disa ushtarë që ishim plagosën edhe ata, kem kalu anën tjetër, kem kalu pjesën tjetër, ka ana e Drinit Bardha ne i kem kalu. Edhe jem hi një shtëpi, më kanë qenë një shtëpi, më kanë dërgu, një shtëpi në Ardafs aty, se më mlon të shtëpia jame, ishte pak ma vështirë. Po. Edhe në atë shtëpi, kom nejtë në shtëpinë e Shaban Ramaj, të them, të shkurt të rëpë, Shabani më ka rujtë të krytë, më ka nejtë gjithmonë, më ka nejtë, aty më ka rujtë pe i policisë, mësë pa vinë policia serbe. Për une, automatër këm pas të krytë, bombët i këm pas të krytë gjithmonë. Gjithmonë këm qenë i gacem, qashtu këm qenë i gacem, më ikë s'këm mujtë, edhe më tash më ikë s'këm mujtë më ikë. Se këm qenë shumë rani plagosën, këm nejtë një 2 javë dit aty, ka ardhë Mohamed Haliti, ka ardhë atje mi ka shëru plagët, mi ka mjeku plagët. O më nuë, dhe lajtë, ka rëziku sepse sikur më konë gjinaj që përshkon pe mjekon një ushtarë të uqekes, shumë problemi kishë dalë atinaj. Sa që nuk e di që e ishë bo me ta. Po edhe ka po edhe ka pas me bërqë këtë punë. Tashti, unë se di vetëm unë në rrugë ka kemi qenë të shku në Rësuja, do kë më jesë në kam na. Që ashtu po dikun me na i kërë, dikun ku mu i ka pak në kom, ku mu ishë më dëpërtu. Ku s'mu i më dëpërtu kërë, kështu se ishë do pika shumë të zeta, të poshtra. I ndaj dhe ushtarë aty, thët ne do të dërzu armet të ju. Pse? Se në duka qenë ushtarë dhe urdhri, që do të dërzu armet, nga ta i zema do të dërzu jo armet, edhe se nuk bën me arme më nejtë ju ma. Kjo ishte... A ishin ushtarë të UÇK-s që... Po të UÇK-s tonë ishin, po nuk dishin njerët, ishte mos marrëveshje me zveti, ishin... Po, se ta nuk e dishin këta. Ata shumë djemë nuk e kanë morë vesh, as kush është UÇK-s, kush janë ata. Po djemë të mirë, sinqert. Do ishin më luftu çdo ushtar që ka pushkën në dorë, aja ka për më dek për Kosovë, më luftu për Kosovë. Çka ndodhe aty kur ju kërkuan mi dërzu? Edhe unë ti thash jo, nuk pranova. Edhe shokët e mi nuk pranon. Edhe na u sjellën pak mënyrë tegër. Atë në mënyrë ma borrore, tha bja tegër, se gjëna ma thonë tegër, po në mënyrë ma borrore nuk i dërzu armën, të rëtare UÇK-s nuk bërë me dërzu armën. Kur qysh nuk bërë me dërzu armën. Dhe i përfundon lufta s'bërë me dërzu, po i dekun po sa të i gjallë, nuk bërë me dërzu, nuk dërzuat armja.
Edhe nëse kem dëgjuar urdhën e atina na. Tani unë jem shëru pak, ma ka dale kështu. Mas luftës Dej në keni shku Shqipëri. në Gjermani. Unë pas lufte kom hes në Gjermani. Po. Edhe ja kom lënë lirinë e gaspe këty në rinisë sodit që janë të egzue. A ki diçka më ju thonë rinisë sodit? Rinisë sodit unë e kam... Diçka që nuk është thonë për... Unë ja u thëmë këtyne që rinisë Kosovës, që janë të jetu sot lirit, unë ju thëmë se shkoni vizitoni varrezat e dëshmorëve. Këshuni sa dëshmori kemi, këshuni sa martiri kemi të vramë, këshuni sa gratë tona janë dënu me motra tona. E mos u merrni me njerëz, mos u merrni me gjona të liga. A kupton? Mos merrni me gjona të liga, mos i ndëgjoni politikajt çka i thonë politikajt. Se politikajt i këshyrin interesat e veta, sidomos që ta që jenë sot pozitë. Këta kanë hip, tash janë hip, tash sot po unë nuk flas për politikë se nuk e njoh politikën, nuk du me njoh politikën, por unë që shpesh se gjithkusht e njeh rrethën e vet. Krejt që ka njoh që të pejë, janë krejt bitë shpionave, janë bitë u të bashkëve, janë hip pozita. Unë nuk e di që rrethën këta më hip pozita e minin çmu shërimtar. Mos pëlqen gjë për pa fol për shërimtar. Unë se di ku e morën atë guxim, ata nuk e di se na jemi gjallë jemi, që ata që jemi kon jem, por na jemi njerëz të ndershëm. Na nuk dojmë se më ka thonë, ma kalon një baba jam, ma kalon amanet, një thot, qërë baba, dhe në kofë se e bon një punë ndershme rrujë, se ma zërë me maj që sa me bon një punë ndershme. Puna ma e ndershme ka qenë përgjegja për muradhit në radhët të ushtrisë shqiptarët Kosovës. Pa dyshim. Na nuk mujmë të ashtina, më dalë kune e asaj, ati vullnetit e asaj sakrificë që kemi baje. Për na vjen shumë keq. Po shkojnë e ofendojnë nanat e dëshmorëve, shkojnë e ofendojnë njerëzit, nuk ofendohet më në naruk për shembull. Turp është. Dhe i kanë arrit edhe familjen Jashari me injorue. Merrën me men. Ku kemi arrit? Fatkeqësisht ka individ të tillë. Atëherë unë nuk po dua më të ngarku më shumë. Faleminderit shumë për krejt. Vetë edhe një të ta thëmë lavdi dëshmorëve, gjithë dëshmorëve që kanë rap për Kosovë. Lavdi gjithë dëshmorëve, patjetër. Faleminderit prej teje që i ndave këto përjetime të rënda që i ke pas gjatë gjithë asaj kohe. Është nder edhe kënaqësi, edhe respekt pafund për juve personalisht edhe për gjithë ata që kanë luftu për lirinë që ne e gëzojmë sot. Ishte kënaqësi. Faleminderit, respekt edhe për ju. Miq të dashur, ne jemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.